Dje kishme një rast pasi që ishëm vërshime dhe kur e pyesën njënin si është gjendja në shtëpinë tonë, unë mirë jam, po ku ishite me si janë mirë. Kjo është shenjë e mirë, domethënë kështu duhet me qenë besimtari, edhe kështu duhet me qenë një njeri i shëndosh, domethënë kur ai brengoset domethënë për fatin e komshiut vet. Sepse përderisa kemi kësi lloj ndjenjash, edhe emocionesh, edhe botkuptimesh, atëherë kjo është treguese shëndeti psiqik edhe shëndeti imanor është në rregull. Por ndryshe nëse themi në Allah unë jam mirë për t'ja spedi, asë e kam gale, atë kjo tregon se domthon shumë shpejt atë vend do ta godasin domthon katastrofa të mëdha që as vetë ka me pas mundësi me çukollën për tyre. Po nëse kështu kemi na njerëz edhe jo rastisht ishte domthon dje ditë me shira edhe domthon një pjesë të Kosovës, pa një pjesë të Kakumanova, edhe mas paku për shembull në ata shmëretet sociale që mund të bësh një lutje, mas paku një sensibilizim, mas paku një solidarizim, mas paku verbal. Po nëse ka nevojë normalisht bëhen edhe organizime, edhe pse këto janë përgjegjësi e pushteteve. Ata që kanë marrë përsipër domethënë menaxhimin e këtyre qyteteve dhe fshatrave. Ata duhet t'i paraprin punëve, duke u bërë domethënë pastrimin e kanaleve të ndryshme, duke bërë domethënë rregullimin e infrastrukturës, si thotë kanalizimin e të rreshurave atmosferike, ndërhyrjen për shembull që janë qendrat emergjencë, ndërhyrjet në momente të caktuara për të penguar domethënë vështrimet edhe përmbytje kështu me radhë. Ata kanë përgjegjësinë e parë, po nëse ata nuk e krijon kjo, domethënë që janë të mënet indiferent edhe duar kryq, edhe mos me ndërhyrje, sepse këto situata të katastrofave që i çon Allahu fuqiplot ka mundësi me pas edhe viktima, sikurse ishte rasti domethënë me Kumanov, ku shkoi domethënë viktim një fëmijë i cili ishte shembull shumë interesant që duhet përveç dhimbjes edhe ngushëllimeve për atë familje të jetë edhe udhërrëfyes për shumë fëmijë të tanë, sepse ai ndodhi kjo që ndodhi me te kur ai ishte kthyer në shtëpi ta merr librin që kishte harruar në shtëpi, domethënë dashuria dhe pasioni për libër dhe lexim dhe shkollë ishte ajo që e solli atë domethënë deri në këtë fund të kopshëm për te personalisht domethënë dhe moment i dhimbshëm edhe për familjen e tij të ngushtë. Dhe për kësi situatë domethënë nëse kemi njerëz që kështu flasin, atëherë kjo është mirë. Kemi njerëz që flasin ndryshe për kësaj, unë nëse jam unë mirë se kam gale për tjetër, dhe kjo tregon se kemi problem, kemi krizë morale dhe krizë fetare dhe krizë do thotë patriotike dhe duhet të sanohet kjo shumë shpejt.